Rita, mirë se erdhe në PR Zonë, është kënaqësi me të pas të prej centrit edhe me na tregu pak edhe për punën që bëni vazhdimisht. E kemi titulluar si arti marketingut, pra si krijohen strategjitë e suksesshme edhe kush më mirë se ti mund të na fol për këtë. Mirë se erdhe. Faleminderit shumë Gili, mirë se u gjeta. Gjej rast me ju falenderu për ftesën, është absolutisht kënaqësi shumë e madhe me qenë fillimisht bashkëpunëtor me Kosova Job, po njëkohësisht du me i duar trokit edhe njerë krejt organizator deri tek vullnetar cilë po kujdesen jashtëzakonisht shumë që sot gjithçka me qenë perfekt. Shpresoj që jeni të kalu mirë dhe të mësu prej perspektivave ndryshme prej 40 sesioneve që i kemi sjell këtu. A më tregon si është një strategji e marketingut në kompaninë e juaj, cilat janë ato trika që ju i përdorni që me mrini audiencë dhe me përqu atë vizionin që ju e keni? Patjetër se po. Atëherë normalisht si që dhe krejt jemi të informuar, Centri është kompani që ofron shërbime të sigurisë kibernetike në 90% të mirë jashtë vendit, kryesisht në tregun amerikan dhe në një pjesë të Europës. Atëherë kur thon këto në krijimin e strategjive të marketingut, gjithmonë e kemi një barë më të madhe për shkak që po shkojmë me një treg ku e dim çfarë shërbimi apo produkti po e përdorim, po ndoshta na duhet pak më shumë kohë për studimin e tregut, për studimin e audiencës. Pa marrë parasysh se me çfarë industrie punohet në marketing, marketingu vjen në një faktor tepër të rëndësishëm i cili është njohja jashtëzakonisht shumë e mirë e audiencës tek e cila je duke u drejtuar. Në Centri, normalisht që i përdorim të gjitha instrumentet e marketingut për me arrit qëllimet tona edhe për me gjetë klientin ton ideal i cili ka nevojë për shërbimet tona edhe të cilit na ja zgjedhim një problem me shërbimet apo produktet tona. Për me bo këto, na vendimet i marrim, e kemi parim për me i marrë vendimet në bazë të dhanave. Normalisht marketingu funksionon me dhana edhe kush ma mirë se dhana tona na tregojnë nëse jemi të ja qëllu me marketing apo jemi të bo diçka gabim. Dhana nuk rrajnë asnjëherë. Jashtëzakonisht shumë e vërtetë. Cilat janë zgjidhjet kryesisht që ju ofroni edhe cilat janë problematika që më shumë t'i kanë klientët e për cilat ju keni zgjidhjet më njershme? Fix. Atëherë, për me u referu edhe njëherë se që citova në fillim, Centri ofron shërbimet të sigurisë kibernetike, offensive security edhe defensive security. Për me ofru shërbimin ton, mas mirë ti ndoshta me përdor kështu me një gjuhë që është shumë e kuptueshme për krejt, ekipa jon teknike mendon si një haker real edhe me lejen e klientit hin edhe sulmon website-in e klientit edhe ato gjetje i raporton para se me e hakud një haker real dhe kjo quhet paga shumë siguria kibernetike dhe kjo është paga shumë puna se çka bojnë ekspertat e sigurisë kibernetike. Normalisht në Centri apo në gjithë botën e sigurisë kibernetike ideale është parandalimi sepse mbledhja e dëmeve pas procesit të hakimit, kështu që na fokusohemi me i parandalu këto dëme që mundet me i pas një kompani. Sa janë vetëdijshme kompanitë edhe mi parapri situatave të tilla që bëni parandalimin e sulmeve kibernetike konkretisht? Unë isha fokusu ndoshta pak ma shumë në aspektin e marketingut, qysh na përmes marketingut mundohemi me përcjell qit mesazh kur i drejtohemi audiencës tonë. Me vetëdijsu në një farë. Pikërisht. Në marketing paremi kemi 3 pika kryesore të cilat shkojnë shkallë më shkallë. Dhe e para gjithmonë themi që si pikë të parë tek audienca, me pa nëse audienca po na njeh ose ka nevojë për shërbimet apo produktet tona, gjithmonë është pika e parë brand awareness, ku audienca na njeh neve fillimisht vetë se kush jemi edhe na njeh që ne ekzistojmë. Pas pikës parë kemi pikën e dytë engagement, kur audienca pasi
procesi që na njeh neve ndërvepron me ne, edhe kjo është një sinjal pozitiv për ne, që ne mujmë me kalu në pikën e tretë, cilën e quajmë conversion, edhe aty mujmë me cilësu se jemi të gatshëm për me shit. Atëherë, qofse dikush po na njeh, po ka interakcion me ne, edhe na po shpresojmë se po mujmë me shit, apo po mujmë me shit produktin apo shërbimin tonë të ai klient, themi se procesi i marketingut ka qenë i suksesshëm, sepse kemi taku blerësin me shitsin, edhe blerësit po ja zgjedhim një problem me shërbimet tona. Na jemi këtu për me zgjidh probleme, jemi këtu për me ofru shërbime dhe produkte të sigurisë kibernetike. Faleminderit shumë për Jo veç me zgjidh probleme, po dhe me parandalu probleme. Faleminderit. Patjetër, faleminderit.